Kjo është, mendoj Gërdet, që është krim shtetëror qartësisht, po është krim shtetëror ndërtuar mbi korrupsionin, mbi jetët e njerëzve. Do të thënë, ato që përmendi avokati që parë, që ti duke e ditur që nuk mund të bësh të aktivitet afër një qendre banimi. E bën aty sepse hajtë se fitoj më shumë tu, se kemi autostradën afër. Ti e di që... Edhe i kemi njerëzit për rreth që punojnë. Nuk mund bëhet demontimi i predhet madhe aty. Por e bën aty sepse e ke mundësinë, sepse ke krahun e punës të lirë, ke marrë kalamajt në punë, sepse ke krahun e punës të lirë, duhet vjetim sa më shumë. Po, edhe mbi gjithë një qendër shumë banuar, një projekt mund ta bëjnë edhe në Male në një vend tjetër. Një projekt të madh, i cili ishte edhe projekt kombëtar atëherë, sepse ne armatimin e vazhdojmë ta kemi të tepruar sot dhe në rrezik në shumë zona të caktuara ku është depozituar. Që bëjmë me fonde të mëdha nga jashtë, kryesisht amerikane. Kompanitë amerikane që angazhoheshin, është ndërë në një biznes korruptiv mbi jetën e njerëzve. Dhe për këtë nuk mund mos ketë përgjegjësi askush që ishte nga kryeministri te ministri i fushës dhe askush tjetër që ishte përgjegjës për të gjë. Ju më marrë mendje se edhe Berxhanaku i kryeministrit aty. Do të thënë, kontrolli ishte i tillë, sepse ishte një ndërmarrje aq fitimprurse. Si dinte as emrin. Ishte një ndërmarrje aq fitimprurse, sa njerëzit harronin se çfarë po ndodhte, që Baruti ishte rrëshuar sheshit, dhe i Baruti rrëshuar sheshit nga babëzia e përfitimit, ai solli atë tragjedia e madhe që vrau 26 njerëz në 15 mars ndodhi apo. Kështu që ky është padyshim një krim shtetëror që ka përgjegjësi politike, ka përgjegjësi penale. Përgjegjësia penale u la goja në 2013 me një proces i cili dënoi njerëzit që kishin zbatuar urdhrat dhe jo ata që kishin dhënë. Dhe sot jemi në një proces për ata që kanë dhënë urdhrat, jo që ata që kanë zbatuar. Për ata që kanë pasur në dorë ta evitojnë tragjedinë duke pasur pushtetin në dorë. Avokat, qartë. Pra një krim shtetëror që... Dhe kjo është dhe arsyeja pastaj që... Që është pra mjaftueshëm për mendimin tim, por të paktën po bëhet diçka. Nëse ne do kishim një sistem gjyqësor të pavarur që atëherë, procesi do kishte marrë të gjithë nga kryeministri deri tek përgjegjësi më i ulët në administratë. Ishte një shpërthim që vetëm drejtësia nuk e ka parë dhe nuk e di kush e ka bërë. Drejtësia e re, një nga çështjet e mëdha që ka tronditur vendin, të paktën duhet ta zbardh, duhet t'jap prioritet. Nuk mund t'i trajtojë gjithë çështjet e mëdha, hajde bëjmë nga një gjyq. Paktën një o burrë. Hajde bëjmë një thirrje, hajde zgjasim pak. Hajde, të paktën njërin do thotë, do i lëm një prokuror vete, një grup çka quhen policës OPG më vete, një gjyqtar në vete, të merren me këtë çështje nga fillimi deri në fund, të japin përgjigje, sepse po i dhan përgjigje një çështje të madhe, të paktën mbyllin një plagë të madhe. Tregon që ka një vlerë, godet një politikan dhe një politik të gabuar. Nësa kështu siç po vepron këtë drejtësi e re, ne s'kemi sot, kemi vetëm dënime të njerëzve të nivelit dytë, as një çështje e rëndësishme nuk është zbardhur, as një gjë s'ka marrë përgjigje, as një pikpyetje jona s'ka marrë përgjigje, por e merr korrupsion. Dhe këtu duhet të shtoj edhe një fakt tjetër që dy standardet e drejtësisë të re që i pandehuri Fatmir Mediu sot është pa mas siguria. Ikën, udhëton jashtë shtetit, shkon SBA, vjen na flet politikat e mëdha amerikane. Normalisht, besoj se ai kanë dorë. Jo, ka gjyqi shtyhet për këtë arsye, se ka ikur jashtë shtetit. Sot është pa mas siguria personale, një njeri që akuzohet për shpërdorim detyre, po mund shkoj deri në vrasjen në rrethana cilësuese. Dhe kemi shtetar të rangut të dytë, siç e thatë edhe ju, që sot janë me masa shtrënguese dhe i ka... Ndoshta, të nderuar televizionistë, drejtësia do të fillojë të bëhet e drejtë, ne të mos mbledhemi përsëri në marsin e vitit që vjen, baton. Do mbledhemi. Ulemi përsëri këtu dhe të bëjmë një ritual, të bëjmë një gjë siç e bëjmë çdo vit, që është edhe për turpin e të gjithëve. Ikim nga ky moment. Apo është drejtësi morale ylli? Së është drejtësi kjo. Qertë, ne këtë kemi. Ikim nga ky moment, gjykata e lartë ka nisur tani
procedurën e ndryshimit të praktikës së njësuar për masat e sigurisë. Shqipëria është, si që dim, është mbushur plot me të paraburgosur. Burgjet janë plot, kam shumë të paraburgosur se sa të dënuar. Tani, praktikë për të njësuar masat e sigurisë, pra, dhe është një nismë gjykatës lartë e kryetarit saj, zotit Sokol Sadushi. Çfarë janë ndryshimet konkrete që ka propozuar Sokol Sadushi? Avokati, jeni gjendën e të vështën e çfarë kërkon avokati? Jo, Të thashëm për këtë pjesë ty, po... Kam përshtyme, kjo është një çështje që ka shkuar për unifikim. Pra do më thënë, Unifikim. Do duhet bëhet një unifikim i praktikës gjyqësore, është një plagë shqetësuese shoqërisë shqiptare, me keqardhje kjo ndodh vetëm kur u prekën interesat e disa persona të pushtetshëm nga njëjta plagë, por ka dekada kjo histori. Vetëm tani erdhi puna që u prekën. Tani erdhi veza thua ti? Sa të fuqishëm që... Po ndoshta mirë të bëhet kjo, le të vi veza tani apo ja? Më mirë të bëhet e vonuar se mos bëhet kurrë. Sepse është e rëndësishme. Sepse këtu pa ardhur veza, në këtë vend ku jetojmë ne, nuk ndodh. Që është pra, propozimi konkret tu, se jo, për vërre në media është kësheri që pse bën, përse qyshtekja, do të themi dhe ne pak më pas, po propozimi është për për të unifikuar praktikën gjyqësore, pra për të vendosur standarde, për të orientuar, le të themi, gjykatat e shkallëve të para të dyta, se si do të veprojnë konkretisht me... Në mënyrë që ne të mos i mbushim burget plot me të paraburgosur, dhe pastaj ata në mund të ndodhë që të mos në kthejnë dhe në të burgosur. Jo, ligje ka që është masa ekstreme, përdoret e fundit vetëm kur asnjë mas nuk funksionon dot. Po gjykata duhet gjithmonë, sipas ligjit, le të ndodh praktik, sipas ligjit, duhet të argumentojë pse kjo masa nuk bën punë, pse kjo masa nuk bën punë, pse kjo nuk bën punë, dhe pastaj çfarë bëjmë ne tani, jemi detyruar të bëjmë arrestim me burg. Këtë analizë nuk e bën asnjëherë gjykata e shkallës parë, asnjëherë. Nuk e bën. Jo, edhe gjithmonë merr çfarë thot prokuroria burg, po burg, dakor. Por Shqipëria, avokatë dhe të nderuar të kolegë, Shqipëria ka vërtet një problem të madh me paraburgimin, të evidentuar dhe nga Këshilli i Evropës. Megjithatë është kjo, vjen pikërisht tani. Tani avokati thotë nuk është halli i popullit këtu. Është halli i politikanëve, ndoshta edhe halli i politikanëve të korruptuar, po më mirë të bëhet për hallin që të përfitojë dhe populli. Se populli ndryshe s'ka si përfiton baton, ja si mendon ti. Ja, unë kam... Megjithatë, duhet të kthehemi në një histori të paraburgimit. Do ta pranojmë që shteti shqiptar për një kohë ka funksionuar vetëm për raste ekstreme. Detyrimet e qytetarit kanë munguar për një kohë gjatë.